Mu duk një mënyrë shumë e bukur që fëmijët mu vun në aktivitet gjatë verës, edhe përderisa kam pas mundësinë me kanë pjesëmarrëse e kësaj kënaqësie pse jo. Pëlqen shumë vullnetarizmi. Shumë mirë këtë kam, na kënaqen shumë të drejtë. Ne qëndrojmë nga ora 9 deri në orën 12 saati. Po mi çdo ditë pëlqej shumë lehtë. Vim çdo ditë, jena shoqja dhe kushina. Lujm për shembull, lujm lojna me rraf, lujm disa lojna që na thot kampi, vizatojmë, na thon histori. Më pëlqen shumë kampi. Unë veja kaloj shumë mirë, më pëlqen kampi shumë. Mu me pëlqen kampi dhe shkolla. Unë kënaqem në kamp edhe në shkollë. Pëlqem shumë, kena dëshirë me lujtë ma shumë futboll. Relativisht kena pas një numër të madh të përfshirjes të së fëmijëve nga rajoni 3, 4, 5, por ashtu dhe komuniteti rom. Ato janë mësuar me njëri tjetrin, kanë kriju miqësi të reja dhe po arktohen në lojrat që ne kena menduar për ta dhe po ashtu pyesim edhe ato vetë për dëshirat që kanë për zhvillimin e lojrave dhe kena një bashkëpunim shumë të mirë me fëmijët. Kena dhe pjesën e ushqimit dhe të pijeve, të cilat pas disa lojra mund të konsumojnë në mënyrë të tillë që të marrin edhe pak energji për pjesën tjetër të ditës. Na kanë ardhur fëmijë dhe jashtë pritshmërive dhe jashtë listave të fillimit. Pra na janë shtu, kanë marrë njëri tjetrin në shok të shoqet edhe janë bashku kampit. Nga interesi i lartë që kena pas, kemi shtu dhe një javë tjetër për te planifikimit. Paralelisht është duke zhvilluar kamp në rajonin rreth. Do zhvillohet në javën në vazhdim tek rajoni numër 5 dhe pas asaj jave data 20-24 do zhvillohet përsëri te rajoni numër 1 me fëmijët e rajonit 1 dhe 2 tek qendra Dizëllonjat. Pra është menduar që të jetë një muaj plot me aktivitete për fëmijët e qytetit Shkodrës.